Të dashur shikues të emisionit prive, mirë se po takohemi sërish bashk edhe këtë shtunë, ku gjatë mbrëmjes së sonshme ju kemi përgatitur materiale nga më të lloj-llojshme sa i përket fytyrave tona publike. Unë besoj që gjatë javës keni qenë me ne përmes faqes tonë prive.al e gjithashtu edhe përmes kanalit në YouTube me emrin Prive Klan Kosova. Ndërkaq mbrëmjen e sonshme e nisim me sfidatën e fundit të dizenjatorit Valdrin Sahiti, e cila u mbajt të ecën mbrëma. Ai na solli rreth më shumë se 100 veshje për femra, gjithashtu edhe për meshkuj, secila ishte më e bukur apo më glamuroze se tjetra. Si shkoi kjo sfilat? Kush ishte i pranishëm nga yjet? Çfarë thanë këngëtarët tona të cilat vishen nga Valdrin Sahiti për koleksionet të cilat sapo i pan? Gjithashtu kemi edhe emocionet e Valdrinit që e përcollën gjatë mbrëmjes së ecës mbrëma. I ndjekim bashkë në vazhdim në një material të përgatitur nga kolegu ynë Florian Halili. Stres, nervoz, siklet, punë pa orar për ditë me radhë për stafin e dizenjatorit Valdrin Sahiti. E kjo krejt falë sfilatës së tij me titull Mokita, që prezentoi veshje të punuara për një kohë të gjatë që në numër ishin mbi 100 për të dy gjinit. E mërkura ishte dita që do finalizonte detajet e skenës, veshjeve e gjithçka rreth organizimit. Modelet në ndërtimin e Dhurata Lipovicës po bënin provat e fundit për ecje në pasarelën e bardhë. Tani të gjitha veshjet vetë se kishin arritur në prapaskenën rezervuar për vajzat që do t'i prezantonin veshjet me 3 ngjyra, vjollc, kuq dhe zi. Stresi ishte i paevituar në çdo moment që po kalonte. Një staf i tërë po funksiononte në një formë të organizuar që secili po merret me detajet e fundit deri të nesërmën, kur edhe do të ishte nata e madhe për dizenjatorin. E enjta do finalizoj punën shumë ujore për sfilatën e Valdrinit. So cold. It's God's work. I ain't got nothing to do with this. It's God's work, man. It's God's work. I ain't got nothing to do with this. Tani të ftuarit do të shijonin punën e tij, teksa do shihnin modelet duke prezantuar veshjet e koleksionit Mokita. Njëkohësisht do ambientoheshin me vendin sallën transformuar në 2 ngjyra, bardhë dhe zi. Gjithçka ishte në vendin e duhur, hapësira, vendi për intervista, logo e markës VS, ndriçimi, zërimi, koktej, paraprak e shumë detajet e tjera që po e përmbushnin mozaikun për një natë mode. Valdrini din çka kërkon. Ne ndoshta të marr parasysh që sa vite bashkëpunojmë, sa din çfarë kërkon edhe ai e ka shumë të lehtë me kërkuar prej neve sepse din që na e realizojmë. Domethënë kur ka dashur më mbesh komplet salla me të zezë, ajo më realizu, testa, çka që është shumë problem, nga letrën e zezë bëhet printimi me ngjyrare, ashtu që ka kërkuar. Çdo gjë po afrohej, fytyrat publike që vishën nga marka VS po shkëlqenin në hyrje me plot glamor. Fjalët e mira për bashkëpunëtorin shumë vjeçar nuk mungonin. Elvana. Po, jam shumë e lumtur që jam këtu sot, sepse është një ditë shumë e veçantë. Është një event mondan në botën e peshqit shqiptar. Unë shumë me shumë dashuri me Valdrini, unë pak kam shumë në brëndësi, edhe
për të ditë sot për të. Më shumë e lumtur jam që ky koleksion do të jetë në Tiranë më kryej Tiranë altar. Do të qasë bukur sa që zbita ajo në Fashion Week Milano, Paresa me sens që shumë urime për shokën ta më të mirë dhe më shpresoj që hala është dhe shpillimi këna në pasën e hala më të mira. Qërës kësh mungu mundesin Lëkurdan, kësh mungu bashkëpunimin me Valdrinin edhe dhe jam shumë me entuziasmume për filatën, për ato që për surpriza petita e që mundin me surprizu e ti që ka paralelu një kolekcion pa bërë. Dhe besoj që këna me kalu bashkë më mundin shumë shpia e për asë që kësë s'ku t'i marrë në me të qirime, që besoj që këna me kalu një sonde. Me të drejtën që ta hyra më duk tepër interesante, shumë bukur, shumë stylish. Shumë bukur, ta shkoj shoh. Kur thua Valdrin Sahiti, do me thënë ke thënë diçka mbi modën, diçka mbi të bukurën, diçka mbi stilin, diçka mbi të veçantën. Unë pres që të befasohem nga Valdrini, si që ndodhë gjithmonë, kur ai organizon, merr përsipër të organizoj diçka. Kjo sfilat është alla Valdrin. Unë po të qenë prezente në 2 sfilatat e tjera dhe di më tretin është përjetën tani edhe sfilatat e tjera mu ka qenë organizume mirë. Po tras diçka shumë bukur thate, shumë madhështore si gjithmonë që ti me buaj. Nga shumë mirë, më ndryshe, më interesante, këna qitë tretin pak ishe pitjen. Mungon atë kemë Mila Fashion Week, më të mbarit Fashion Week dhe në fakt beshoja që Valdrini do bëndë diçka të tjerë. Më duket shumë mirë që ka qenë asë një herë tjetër, më duket shumë mirë. Valdrini po vesh edhe për moshke për famë, jo s'mund të dikun e një vesh. Po në me nëzigjej numra, ose kom probleme në dikun e në vesh. Po di kjo gruja po qep për kërë, jo në onës jam pak ma ndryshe po, tjerva, se jo, kom qep një po. Nefë si veshët një. Pëlqej glamure, pëlqej skena, pëlqej musafer, Valdrini që sa dash me bo një revi, e ka bo double revi, dhe ke pak si e papone. Valdrini përkundër punës së madhe që kishte për sfilatin e tij, nuk tradhtoi për asnjë moment bashkëpunëtorët që i qëndruan besnik. Ai përsëri i veshi ato. Valdrini normal. Unë edhe sonte e kom festarin e Valdrinit vesh. Sonte jom vesh prej Valdrinit, Sahitit, për shëndes, edhe të këshyrim qa ka bo, nashta ja veshim kej tjerat. Edhe po s'kona ta? Nashta. Teksa të ftuarit po zirin vendet e tyre, mbrapa skenës me modele po ndote hallakama, veshje, grim, flok, shkurtim, zgjerim, ngushtim e kështu me radhë në pak minuta, deri të dalja para të ftuarve. Na e di edhe qa mi u veshë dhe omi. Heq, bre, heq, viqeve, okej? A ban? Asni fjall, Lilja, Edita, asni fjall me modele, asni ndrem fjallve. Dhe tani, 3, 2, 1. Ladies and gentlemen, please welcome to the stage Pas një show të madh të përgatitur në formën më të mirë, erdhi fundi Mokitës. Valdrini do bënte edhe përshëndetjen me të ftuarit. Nën këngën e kënduar nga Ghetto Gjizi kushtuar markës VS apo Valdrin Sahiti. Ka qenë koleksioni që e kom punu me mas shumë të dashuri ever.
që kom punu në herë koleksionet e mia edhe ju mi shumë mirë krahas njerëzve ma dashur të cilët të më rrethojnë mu për çdo ditë, me të cilët punoj për çdo ditë. Mokita nuk kupton diçka të cilën shumë kush e din, por nuk e thot. E në këtë rast Valdrini nuk ka ndërlidhur emrin e sfilatës me veshjen. Kuptimi i fjalës Mokita është kur të gjithë njerëzit e dinë, por askush nuk flet. Do të thonë është një sekret i heshtur, që nuk është sekret. Veshje unike me stil të veçantë, fustana super glamuroz, Valdrini edhe një herë bindi klientët e tij se është unik në atë që bën.